E pra të nderuar miq, ja ku po vjojmë të takohemi me situatat që në fakt ditën e sotme janë të shumta, ka reagime të shumta për natën e mbrëmshme, edhe pse në një video të ardhshme do të komentojmë edhe gjestin si finalist, arritjen e tij në këtë finale, por tani dua të ndaloj tek një video që në fakt natën e mbrëmshme mori shumë reagime një komentim i tij. Ju e dini shumë bukur se çfarë raporti ka patur Xhibani dhe Gjesti në shtëpinë e Big Brotherit. Ju e dini shumë mirë se si ka shkuar loja e tyre, në fakt që në ditën e parë kur Gjesti u bë pjesë e kësaj pjesë e këtij reality show, pjesë e këtij televizioni, nuk është se u prit mirë bukur nga banorët e tjerë. Banorët e tjerë e pritën me shumë urrejtje, e pritën me shumë djallëzi, duke menduar që Gjesti ka ardhur që t'ju marrë fiks lojën e tyre, apo mund të jetë edhe një provokim nga vllau i madh, se si fillim mendonin që Gjesti ka fituar Big Brother Kosovën dhe tani ka ardhur në Shqipëri. Të paktën këto mendime i kishin në ditët e para, që në momentet e para, që në fillimet e para, diskutimin e parë, debatin e parë, zënkën e parë, Gjesti në shtëpinë e Big Brotherit e ka patur me Xhibanin. Ju e mbani mend se Xhibani çfarë qasje kishte, mënyrën se si silleshte, por unë gjithmonë e kam thënë që pa marrë parasysh natyrën e Xhibanit, pa marrë parasysh veprimet e Xhibanit në shtëpinë e Big Brotherit, të cilat ishin të ndikuara nga situatat, nga momentet, nga izolimi i tij në këtë shtëpi, sepse ndoshta ky lloj izolimi i Xhibanit mund t'i sillte kujtime të tjera të rënda. Kur ato të dy do të dalin jashtë, ato do të jenë miq shumë të mirë dhe këtë gjë vetëm se po e vërtetojnë më së shumti me afrimitetin e tyre. Gjatë kohës kur Xhibani u largua nga shtëpia e Big Brotherit për të dytën herë me një komunikim nga Ledion Liço personalisht brenda në atë shtëpi, Gjesti ishte banori i vetëm edhe Loredana, të cilët pyetën dhe u kujdesën për shëndetin e babait të Xhibanit kundërdrejt të gjithë banorëve që janë brenda në atë shtëpi. Dhe natën e mbrëmshme me patjetër ndaj të gjitha reagimeve, reagim patën edhe banorët brenda shtëpisë së Big Brotherit, por ashtu edhe ato që tashmë janë të skualifikuar apo të eliminuar nga kjo lojë. Reagimi më interesant dhe që bëri më shumë bujë ishte reagimi i Xhibanit, sepse normalisht Gjesti me të ka patur konflikte dhe dëshironin të dinë se si qëndron situata dhe çfarë thot Xhibani. Xhibani foli në mënyrën më të qetë të mundshme, foli në mënyrën më të edukuar të mundshme, duke e dënuar ashpër veprimin e Rozit dhe njëkohësisht duke e mbështetur Gjestin dhe duke ju dhimbsur një djalë 24 vjeçar i cili kalon në veprime të këtilla. Kujtoj një fjalë nga deklarata e Xhibanit, i cili tha që në asnjë mënyrë nuk do ta kisha bërë një gjë të tillë, edhe pse më preku me gisht, edhe pse unë eskalova nga vetja që nuk duheshte ta bëj dhe jam shumë i penduar për veprimin që bëra, por deri në këtë nivel, deri në këtë grad nuk do të kisha shkuar për asnjë gjë brenda kësaj shtëpie. Por me njëherë pas atij reagimi, orë më vonë, që në fakt gjërat kanë ndodhur në orë të vona të natës, i bie që tensioni ka qenë shumë i lartë në këtë ngjarje, Xhibani doli me një reagim tjetër në Instagramin e tij ku thotë që e kanë kërcënuar njerëz të afërt të Jozit dhe ato të cilët e mbështesin Jozin. Dua ta dëgjojmë reagimin ta sjell për ju edhe më pas ta komentojmë këtë reagim nga Xhibani. Kanë fillu kërcënimet e para nga njerëz që asociohen me Jozin, sikur thojnë. Gjithë që kërcënoni, jetën e jap, terrori nuk e pranoj. Jetën e jap. Hajde, jetën e jap. Për mendimin tim, do ta them për herë mendimin tim, fjalën time të lirë tan jetën do ta them. Për herë. Çka gjë që ka bërë është e papranueshme, jam kundër, nuk do ta kisha bërë asnjëherë kurrë. Në rregull, unë e distancoj veten time nga ajo gjë 1000%. As nuk du lidhje fare me asnjë njeri se sillet çashtu, sa ajo ishte pa besi. E dyta, gjithë ju si gjafancat e mi për në tjekje gjujt, jo se kam gjujt që shtune, nuk kam marrë tanë forcën time me e godit. Më ka prek, më ka ofendu, e kam shtynit, por jo me tanë forcën time. E në që se jeni mbështetësit e mi, për set akt, nuk që du hisë, që se jeni fancat e mi, veç për sa gjanë si kam bo me Gjestin, Dhe zotërin, ishte ky reagimi i Xhibanit, i cili duket shumë i tensionuar dhe duket shumë i nervozuar nga kërcënimet të cilat i kanë shkuar nga ana Jozit, përse në këtë rast Xhibani
ka dhënë komunikimin dhe mendimin e tij, që unë mendoj se mendimi është i lirë, dhe sidomos kur flitet për një veprim, për një akt i cili është kryer në kamera 24/7 nga një djalë që pretendonte që kishte hyrë për të ndryshuar veten dhe për të treguar njeriun tjetër të vetes. Gjithsesi, ne do takohemi sërish së bashku, shpresoj që këto gjëra të mos të ndodhin më në Big Brother dhe të jenë në fundi i gjithçkaje dhe një fillim i lumtur për banorët apo për 4 finalistët, të cilët janë brenda kësaj shtëpie.